Për të bërë shkesi, na kontaktoni në rrjetet tona sociale. Faleminderit. Përshëndetje. Ne u rikthyem përsëri më në fund, edhe jemi së bashku, si gjithmonë unë dhe Meki, edhe sot kemi një të ftuar speciale midis nesh, që është Ajla. Ç'kemi Ajla? Njoendre. Hello, gosa, jam shumë e lumtur që jam këtu me ju sot. Përshëndetje Meki. Që si e ndërprerë fjalën të ftuarës, moj Altea. Suarez. E ftuar mund të ishte thjesht tash përkopa vetë që t'isha pjesë, kështu që mezi po prisja që të bëjmë këtë bisedë. Nice. Unë jam siç kam qenë zakonisht, do me thëmë përpara kësaj videos prap isha në një humor jo shumë të mirë. Këtu ka dalë dielli dhe mua dielli më bën kështu si letargjike, se dua vetëm të rishtrirë. Por në momentin që nisë reagoja dhe e di që do të gjoj sunshine-in Altea që na prezanton dhe na mban me bisedë, energjia vjen vetë. Apo jo, Altea? Faleminderit. Këtu ku jam unë është një ditë skandaloze për sa i përket motit, edhe ka ndikuar shumë moti tek unë dhe do doja shumë edhe ndërrojt pak dritë dielli, por që do bëjmë si do bëjmë këto që na ndodhen. Përdorim këto ring lights për çik dritë ndryshe. Atëherë, sot dua që t'ju pyes si fillim, si jeni dhe si ndiheni, si ka qenë java e kaluar për ju, dhe do doja që ta filloja me Ajlën, me që është e ftuara jonë speciale. Java, tani unë kam një rutinë që mundohem nga janari deri në mars-prill ta mbaj kështu fully booked veten me aktivitete, kështu që këtë muaj nuk e ndij fare fundjavë, nuk ka fundjavë, ka thjesht çdo ditë nga një gjë ndryshe, kështu që duhet jam pak e lozur, por që ndihem mirë kur mendoj që jam bërë produktive. Kështu që mund të themi thumbs up. Kemi një blet punëtore midis nesh. Bravo Ajla. Mundohem. Duhet të marrim shembull. Unë kam qenë e kundërt e Ajlës këtë ditë. Kam zilir realisht. Jo, seriozisht, edhe pse kam gjëra që duhet i bëj, kam deadlines kështu. Nuk kam bërë asgjë. Ky është momenti i rrëfimit tim, që jam shumë brapa me shumicën e gjërave që duhet të bëj, dhe nuk është se nuk kam dëshirë, thjesht më duket sikur më ka rënë energjia, edhe mund të ketë qenë si pasojë e mbi ngarkimit gjatë janarit, edhe ndoshta këto ditë kanë qenë ato ditët që trupi të thotë duhet bësh çik pushim, dhe që nga dje në fakt ka ndryshuar, tani jam më pozitive, më duket sikur mund t'i bëj gjëra dhe do filloj të punoj për këto deadline-et, ku një ndër to është një leksion për depresionin, që do jetë goxha i gjatë, do jetë me një psikologe shqiptare që quhet Besarta, dhe pavarësisht se tema është pak, domethënë, nuk është pozitive, po përpiqem që të gjej një mënyrë që ta pëlqej procesin. Dhe për ato që kanë bërë yoga with Adrian, të shoh ty Altea veçanërisht, ajo thot gjithmonë që procesi është i rëndësishëm më shumë se sa fundi. Kështu që këtë po përpiqem të bëj në një formë kështu self motivation. Po ti Altea? Unë çuditërisht jam në të njëjtën rrjedh gjëje me ty, edhe unë çuditërisht dje kam arritur të çekoj disa gjëra nga lista ime, sepse unë në fillim të javës bëj një listë për gjithë javën, edhe dje më në fund u vendosa i fillova që të xhiroja pak ato motorët e mi, sepse kisha një 3 ditë që isha shumë e bllokuar. Dhe më në fund domethënë po i rikthehem asaj të rutinës time. Megjithëse më është prishur orari i gjumit, edhe mua më ndikon shumë pjesa orarit të gjumit, kështu që duhet punoj pak më atë dhe ta rinormalizoj. Por që nuk është fundi botës, edhe janë gjëra që i kam dorë që mund të ndryshoj vetë. Dhe tani duam që të kthejmë pak, të ndryshojmë pak rrjedhën e bisedës, po, kështu. Dhe me që jemi në shkurt i ka trokitur gjanë në port, dua që të flasim pak për dashurinë dhe konceptin tuaj për dashurinë, dhe qoftë ajo dashuria ndaj vetes, qoftë dashuria ndaj partnerit, qoftë dashuria ndaj miqve, qoftë edhe dashuria ndaj një gjëje
materiale qoftë. Unë mendoj se edhe këto marrëdhënie që neve kemi me gjërat tona materiale dhe që i vendosin një vlerë emocionale kanë shumë rëndësi. Një send që e doni shumë, një gjë materiale që jeni kështu dhe thoni këtë gjën e dua dhe nuk heq dorë. Aparatet e mi. No. Unë e di që duket çuditshëm, po unë aparatet edhe dhurata ime, surpriza ime e parë në jetë ka qenë aparati im i parë dhe unë sot e kësaj dite unë mund ta puf atë. E di është shumë çuditshme si gjë, po kam një lidhje shumë emocionale me aparatet. Ti Megi? Nuk e di, nuk quhet send, po një gjë që nuk jeton e rëndësishme për mua është ushqimi. Kjo është gjëja e parë që më erdhi. Po ne di që quhet send, besoj se si send mund të jetë ose laptopi, sepse është vendi ku unë krijoj, shoh, mësoj, edhe kam një kështu lidhje pozitive. Pse do thoja për shembull telefoni, po telefoni në të njëjtën kohë më jep dhe ankth, kur është, I don't know, e lidh me shumë kështu lëvizje negative, kurse laptopi është ai vendi që e hap edhe shoh gjëra jam vetvetja. O, tani mund duk si reklam. Laptopët janë pozitiv kur i përdor pozitivisht. Po ty Ajla? Unë telefonin jam kështu që nuk e ndaj, po më duket më shumë se ato fiksimet e këqija, si ato lidhje toksike, se sa si dashuri, kështu që dashuri një gjë që e dua shumë është shtëpia. Domethënë ajo shtëpia që jetoj, kam jetuar aty gjithë jetën dhe e njoh shumë me sy mbyllur dhe s'do doja kurrë që ta shisnim atë shtëpinë, është diçka kështu që ta ruanim si gjë shumë që kemi një lidhje spirituale, si vend e kam kështu top 1, domethënë. Shtëpinë time. Një pyetje që më erdhi. Keni dhe ju për shembull brenda në shtëpi luk ose pirun të preferuar? Që domethënë unë për shembull kam një luk në shtëpinë time në Shqipëri që është goxha e vjetër edhe fakti dhe nuk shkon fare me lukët tona, po mua më pëlqen shumë edhe kam një lidhje dhe nuk e kuptoj, nuk arri as ta shpjegoj këtë lidhje, por më pëlqen aq shumë vetëm sepse është ndryshe. Edhe domethënë ndoshta mund mos ketë atë cilësinë dhe fundit lukët nuk është se më duket ndonjë ndryshim shumë i madh midis njëra tjetrës, por kam një lidhje me një luk specifike. Gotën e ujit, kështu është një filxhan i madh dhe portokalli janë 2 dhe nuk do të ujë në gota qelë, që dua gjithmonë atë filxhanin që është kështu si një tas, ta kem kudo dhe të pi ujë me atë. Unë do thoja që ja ku jemi në një podcast tjetër që flasim për hobi dhe gjëra të preferuara të çuditshme, se ishte lavatriçja ime e i pari. Tani po gjejmë lugën dhe dashurinë e Alteas. Përgjigja është që kam sende të preferuara në kuzhinë, po nuk janë lugë ose kështu pirun. Tani që po e mendoj, realisht gjëja që mua më pëlqen më shumë në sendet e kuzhinës është njësoj si Altea, një filxhan që unë pi çaj. Edhe më duket sikur ai më jep shumë, not Altea, Ajla, më jep atë ngrohtësinë më të madhe të mundshme kur e kam në dorë. Edhe është njësoj, ka kuptim me atë që tha dhe Ajla me shpinë, që të jep atë ndjesinë pozitive. E besoj kjo shpjegon dashurinë me sendet. Por, dashuria me njerëzit, ju besoni në dashuri nga ajo dashuria me I don't know, që bëjnë filma, libra. Besoni që ekziston apo mendoni që Nuk mendoj që ka ndonjë njerëz që nuk e beson ose nuk e do. Domethënë, mund të jenë njerëz ndoshta pak skeptik ose që nuk e kanë hasur dhe nuk e kanë dyshojnë, por besoj që në thelb të çdo njeriu ajo dashuria është ajo gjëja që aty mendoj prekin atë majën më të lartë lumturisë në jetë. Por këtë jam shumë e bindur, domethënë e besoj kështu me shumë fanatizëm që për çdo njeri ka një dashuri shumë të madhe, që mund të jetë një person jo domosdoshmërisht i dashuri, mund të jetë një prind, mund të jetë motra vllai, por që aty besoj te kjo dashuria vërtet, njerëzit prekin lumturinë më të madhe që mund të kenë provuar. Altea, të lutem, mund na i shpjegosh pak buzëqeshjen tënde? Po buzëqeshje të dyja, dua sqarime. Unë jam shumë skeptike ndaj asaj që tha Ajla. Unë nuk besoj që kjo dashuria me fishek zjarre. Qoftë me partner, unë mendoj se dashuria është më tepër zgjedhje që një person bën, se me kë do të kaloj jetën, se me kë do të dashurohet dhe se me kë
vendos që të investoj në ndjenjat e tij, se nuk është se unë nuk besoj në dashuri me shikim të parë. Unë edhe mendoj se ne zgjedhim këtë dashurojmë në një farë mënyre. Edhe nëse në të ardhmen ndahemi, është çështje edhe ndarja dhe kjo kapërcimi këtyre ndjenjave është zgjedhja jonë. Dhe unë, se të gjithë e dim që thonë që të bën zemra bam, por është thjesht një proces që ndodh në tru, kështu që nuk jam shumë skeptike e këtyre ndjenjave që lexohet edhe që shihen filma, sepse më pëlqen të jem skeptike. Unë qoftë edhe për një lloj informacioni jam skeptike, kështu që edhe për këtë gjëra jam skeptike, por vazhdoj edhe këmbgul që është çështje zgjedhje, neve investojmë kohën tonë dhe ndjenjat tona tek njerëz të ndryshme gjatë jetës sonë dhe qoftë jo vetëm marrëdhënie dashurore romantike, por edhe në lidhje me njerëz të tjerë që hasim në jetën tonë, ne investojmë kohën tonë edhe kjo na bën që të mendojmë ndonjëherë që neve thjesht dashurojmë këtë person. Ka të bëjë, por që nuk është ajo kryesorja që e mban edhe e forcon këtë lloj marrëdhënie. Mendoj se ka disa shtylla të tjera që janë shumë të rëndësishme. Mendoj se marrëdhënia është ajo kimia, siç thuhet, rëndom, ose ajo ndjesia fillestare, ndjenja, tërheqja, qoftë edhe seksuale ose nuk e di. Por dashuria tamam nuk mendoj se bazohet më shumë ka ajo ke këto ndjesitë që thash pak më parë. Po kjo nuk e hedh poshtë, domethënë që ekziston, sepse varet se çfarë tipare çdo ti ai personi që të biesh në dashuri, sepse për shembull, unë mendoj që nëse një individ nuk ka të njëjtën qasje ambicioze, po themi ndaj jetës që kam unë, do isha e paaft për rënë dashuri me këtë person. Domethënë, tiparet e karakterit të atij të bëjnë ty ta duash apo mos ta duash këtë person. Kështu që në rastin tënd ti mund të jesh një person që kërkon shumë, për shembull, për të rënë brenda, kërkon disa tipare të karakterit që ai personi duhet të ketë, që një njeri tjetër nuk i kërkon fare, thjesht e pëlqen, ndjek atë kiminë dhe ai i quan dashuri atë, ti quan dashuri këtë. Për të dy mund të jetë shumë mirë dhe mund të jetë dashuria vërtet. Pikërisht, sepse sipas perceptimit tim kjo nuk quhet dashuri e vërtet. Ky është problemi. Ashtu siç e mendoj unë këto marrëdhëniet njerëzore me njerëzit edhe me një partner që mund të kesh gjithë jetën ose qoftë edhe marrëdhënie shoqërore. Unë nuk shoh thjesht këtë ndjesinë ose klikun ose nuk e di, thjesht çështjen e ndjenjave dhe tërheqjen. Bazohem ke disa gjëra të tjera që për mua janë çik më të rëndësishme se sa thjesht kjo tërheqja kryesore. Po ti më Altea ka aplikuar atë, Altea ka aplikuar atë shprehjen që nuk e di ku e kam dëgjuar, por më ka ngelur në mendje që thotë dashuro me mendje, jo me zemër. Dhe nuk është kështu, domethënë, është kjo pjesa që shikoj gjërat pak më thellë, mos hec verbasi, por shih pak më inside personin. Dhe më pëlqen, edhe unë jam me të njëjtën ide. Faleminderit. Megi? Unë mendoj që jam më afër asaj që tha Altea, por unë e kam shumë dëshirë, por e pëlqej shumë sufizmin. Edhe Rumi, një nga personat që është themelues, flet për faktin që dashuria është çdo gjë, dashuria është jeta dhe çdo gjë bazohet në dashuri. Unë besoj në dashuri, por nuk besoj në dashurinë që, siç e thash dhe kur bëra hyrjen, isha pak biased. Nuk besoj në dashurinë që jepet nëpër filma ose ato që shkruhet nëpër librat limonat, ku flitet për atë fiksimin, infatuation, atë ndjesinë që e dua, nuk jetoj dot pa të, nuk është kjo mënyra që unë e kuptoj dashurinë. Dhe mendoj se nuk ka fare rëndësi nëse ju bini ose jo dakord me mua. Mendoj që të gjithë gjejnë mënyrën e tyre për t'ia shpjeguar vetes dashurinë, edhe për ta kërkuar tek njerëzit e tjerë. Mendoj që është e gabuar kur ne përpiqemi t'japim një përkufizim që të gjithë ta shohin në këtë formë. Për sa kohë ti e gjen diku dashurinë dhe pranon që ekziston, pra unë e mendoj ndryshe formën, dikush tjetër e mendon ndryshe, po e di që ajo gjëja që është më e fortë se çdo gjë tjetër ekziston, atëherë unë mendoj që jemi okay. Domethënë nuk ka nevojë për shumë debat, se
edhe këtu që kur nga pyetjet që të bëri Ajla, po dhe në vende tjera kur kam kërkuar për këtë temë, veçanërisht me Shën Valentinin e gjitha këto që do diskutojmë, më duket sikur njerëzit luftojnë që ti të biesh dakord me idenë time për dashurinë. Nëse ti nuk bie dakord, thjesht më tregon që ti s'ke rënë në dashuri. Nuk e di pse zëri im ndryshoi, po domethënë janë këta njerëz që thonë, ti s'beson dashuri me shikim të parë, se ke provuar. Po nuk jam, ndoshta se kam provuar këtë që ke provuar ti, po dashuria është dashuri edhe dashuria çon përpara çdo gjë. Qoftë dashuria për pushtet, qoftë dashuria për të ndihmuar njerëzit, qoftë dashuria për veten. Ajo është ai që çon rrotat përpara. Unë besoj patjetër, thjesht jo në këtë gjën që jepet veçanërisht kur je adoleshente. Bashkë me hormonet krijohet një situatë të çmendur ku ti krijon idenë që do gjesh princin tënd të kaltër, dhe pastaj ke shumë vajza e djem që zhgënjen nga partneri, sepse partneri nuk është perfekt, apo nuk është ashtu siç ti mendon se duhet të ishte. Kjo është një temë për një herë tjetër, se realisht mendoj që mendimet tona për partnerët janë shumë të gabuara. Edhe kjo sjell marrëdhënie të pashëndetshme. Ose zgjedhim të shohim siç ne mendojmë se janë, ose rrim vetëm, se kemi standarde. Po Altea. Dua që të shtoj pak tek pjesa me që preke pak Princin e Kaltër, dua që edhe të japim një këshill sado të vogël që askush nga ne nuk ka nevojë për një princ të kaltër që të vi ta shpëtojë nga një erka e keqe. Kështu që mendoj se është shumë e rëndësishme për të thënë kjo gjë. Ndoshta kemi nevojë për një princ të kaltër, po ndoshta nuk është princ dhe ndoshta nuk është i kaltër. Mund të jetë një shok, mund të jetë një qenush, mund të jetë dikush që na ndihmon në situata të vështira. Dhe njerëka mund të jetë një situatë, pandemia ose diçka tjetër. Dhe tani dua që të kalojmë pak tek 14 shkurti, festa shumë e njohur, të cilën Meki ndoshta do doj që të na shpjegojë historinë se si është krijuar 14 shkurti. Në fakt nuk e kam dëshirën ta shpjegoj, se më duket sikur është diçka që gjehet dhe kollaj online, është thjesht Shën Valentini ai shenjti që kishte dikë të dashur që i çonte letra. Historia është shumë shfryrëse se sa gjëja që është krijuar. Po un kam dëshirë që ndoshta këtë e shkruajmë diku, po e lëmë një anë këtë dhe thjesht diskutojmë pak aspektin e shprehje së dashurisë me zor për 14 shkurt, që duhet t'i bëj një dhuratë të dashurit, të dashurs, duhet ta tregoj kush i ka lulet më të bukura në punë, ose ku diun këto gjërat me zor. Ajla, mund të fillosh ti, se e shoh që ke diçka më thjesht jam shumë, domethënë sidomos në mënyrën se si ti shpjegove tani, se si e përshkrove, më kujtoi që jam thjesht shumë kundra kësaj gjës. Domethënë, s'do isha kur njeriu që do festoja Shën Valentinin, se më pëlqen gjithmonë që të bëj dhurata, më pëlqen ta shijoj, domethënë, jetën ditë pas dite, nuk është e pres ditëlindjen, po themi, për të festuar me shoqet ose Shën Valentinin për të festuar, kështu që nëse ka njerëz që duan një motiv më shumë për ta festuar, le ta festojnë, por që nuk është se kanë një kuptim, domethënë ndoshta ka pasur vetëm për këtë të shenjtin që ka dërguar letra, po që ka mbetur, kështu që ata që duan ta gëzojnë si ditë. Sidomos gjimnazistët që nga kohë që isha gjimnaziste, ajo ditë nuk bëj fare mësim dhe ishte festë. Gjimnazin tim nuk as i quaj kjo 14 shkurti, po okay, në rregull, ti për ty nuk ka duket si një brezi jemi, nuk e di. Po pyetja ime është kjo, a nuk mendon që është pak e dëmshme? Kjo dashuria e forcuar. Ajo dita apo ideja, domethënë, ndoshta kjo nuk është që i ka bërë dëm njeriu kjo festa, domethënë nuk është se ka bërë ndonjë person që të lidhet, po themi vetëm që mos jetë single, më shumë është çështje për meme, ose siç e thash për njerëz që duan të gjejnë një motiv për ta festuar, nuk mendoj i ka bërë keq njeriu, domethënë. Altea, më sa shoh ka një mendim ndryshe. Po pra, e pash dhe unë pak shumë. Unë po e them botërisht.
e kam shumë i natë Shën Valentinin, duke qenë se kam studiuar për marketing dhe di se si shfrytëzohet edhe e gjithë farsa e Shën Valentinit është vetëm çështje që kompanitë e kanë shfrytëzuar për interesin e tyre dhe është e gjitha një flus krijuar për kompanive sepse ka një rritje çmimi, domethënë një rritje çmimi është një rritje shumë të madhe të blerjeve. E di shumë mirë, mos harrojmë për shembull ka çokolata vetëm sepse janë në formë zemre që shiten 2 fish e 3 fish nga e njëjta kompani vetëm për formën e tyre në vetëm këtë ditë të bekuar të vitit. Kështu që unë jam shumë kundër kësaj idesë së të festuarit të Shën Valentinit me zor që është shtyr me reklama dhe me mënyra të ndryshme, me fushata të ndryshme nga kompani të ndryshme. Domethënë, më shumë jam dakord të festimit në përvjetore ose në përmujore, ti mund të kesh 20 vite me personin dhe mund ta festosh çdo muaj, sesa thjesht një ditë e caktuar nga dikush që thjesht duhet bër si me zor. Dhe jam shumë e sigurt që ka shumë njerëz që kjo gjëja, për shembull, nëse i gjen single i bën të ndihen edhe më keq, edhe kjo nuk mendoj se është shumë jo ndihmë e madhe që të jesh kështu gjatë gjithë kohës në mënyrë kaq të hapur kjo lloj gjëje, sepse mendohet edhe për njerëzit e tjerë që nuk e kanë këtë mundësi për të ta kenë të ardhmen ose ndoshta nuk duan që të krijojnë një lidhje stabil. Gjithashtu nuk më pëlqen edhe fakti që është bërë shumë monetare, është dhe mos harrojmë që në ditët e sotme me rrjetet sociale këto gjëra shpërndahen shumë edhe domethënë njerëzit që nuk kanë shumë mundësi ekonomike të marrin dhurata të shtrenjta apo nuk e di dhe ka njerëz që e shfrytëzojnë këtë për të shitur mend gjatë se çfarë bën partneri i tyre në këtë ditë, mendoj se është jo shumë e shëndetshme kjo lloj marrëdhënie që të shprehësh dashurinë në këtë ditë të caktuar duke i blerë një dhuratë të caktuar. Kështu që ja, kjo është mendimi im për Shën Valentinin edhe. Unë do preferoja që t'ishte ashtu siç tha Ajla. Do preferoja që realiteti t'ishte ku njerëzit, ata që duan bëjnë dhuratë, ata që s'duan janë indiferent, nuk ndikohen, po fatkeqësisht mendoj që Altea ka shumë të drejtë kur thotë që ndikon në sjelljet tona financiare dhe ndikon në gjendjen tonë emocionale. Njoh shumë njerëz që kjo tani. Do të thënë, jo, s'kam ndonjë lidhje shumë të afërt me këta njerëz, po ka njerëz që kur vjen Shën Valentini e kërkojnë atë pacient e kërkojnë atë partnerin ose partneren me zor, sepse duket sikur dhe ata duan të nxjerrin një foto ku kam dalë, edhe sikur duke i nxjerrë me kurriza ata persona, që dhe unë kam dalë për Shën Valentin. Dhe kjo mendoj është shumë e dëmshme, sepse partneri apo partnerja nuk zgjidhet kështu, thjesht sepse duhet. Zgjidhet kur ne na bën mirë dhe na ndihmon në qëllimet tona, siç tha dhe Ajla, një person që është ambicioz si unë, e preferoj një person që është ndryshe, jo, tani për Shën Valentin ndoshta tregu është i limituar edhe duhet dalësh me një person që s'është ambicioz. This is not good. Sepse po kjo pjesa e festës nuk mendoj që ndodh vetëm në Shën Valentin. Kjo ka një probabilitet që ndodhë edhe te festat e dhjetorit, për shembull, të gjithë duan atë ngrohtësinë, ose te festat tek pushimet e verës, të gjithë duan të kenë një partner që të lëvizin nëpër jug, domethënë është pak ai vibe i festës që ta e humba fjalën, ta imponon, duke qenë se mendoj është kjo pjesa që folëm më parë që shoqëria kështu na ka rritur, domethënë i kompletuar jetë çift. Viti i ri do ishte më bukur sikur të ishe çift. Pushimet e verës do kalojnë më bukur po të jesh çift. Domethënë, kjo ndodh me gjithë llojet pushimet e verës. Te pushimet e verës me sa di unë janë më tepër. Unë njoh shumë njerëz që duan të lidhen që të kalojnë pushimet e verës bashkë sa për Shën Valentin, kështu që si Meki kanë dhënë njerëz se si kanë të afërt. Ore, po hajde të takojmë këta edhe gjejnë njëri tjetrin se ndoshta janë shpirt rabinjak. Kështu që kjo është gjithë ai vibe, besoj, ndodh her pas here gjatë vitit, domethënë, nuk ndodh vetëm për shkak. Për të bërë shkesi, na kontaktoni në rrjetet tona sociale. Faleminderit.
Tani, duam që të prekim pak edhe të futemi pak në urat e këtyre ngjarjeve të fundit në lidhje me Trash TV-n shqiptare, e cila e përdor shumë ndjesinë e dashurisë për interesat e tyre financiare, kuptohet sepse i vëmendja e njerëzve për ta përkthehet në interesa financiar. Dhe dua që t'ju pyes pak ju vajza, sepse duke qenë se ka pasur një reagim shumë të madh nga publiku për këto ngjarjet e fundit me përputhen, sepse në një farë mënyrë është përdorur edhe dashuria e publikut dhe afeksioni i publikut ndaj këtyre figurave. Çfarë mendoni dhe çfarë perceptimi keni ju për këtë shfrytëzimin e ndjenjave për famë mediatike? Ajla? Okay. Në rreth të parë, besi bëjmë gjithë dakord që ta kthejmë prapë te marketingu që folët ishte pari, këto temat me dashuri janë gjithmonë marketing i garantuar. Dhe çdo emision, çdo Big Brother, domethënë edhe tek personat publik VIP, gjithmonë temat që janë roz, janë shitje menjëhershme. Kështu që pritet domethënë që këto temat edhe ndonjëherë bëhet abuzive. Domethënë edhe nëpër Big Brother çdo vit ka patur nga një çift që shkonte deri në finale, sepse publiku i çonte, domethënë në sajt të çiftit. Nëse do ishin veç e veç, nuk do arrinin dot deri aty. Kështu që besoj unë më zhdukur një gjë normale gjithmonë që të jetë përdorur pak sepse në vetë si ide nuk është e mirë që të përdorësh ndjenjat për të fituar popularitet. Për sa i përket programit, mendoj që në fillim është ditur që në sezonin e kaluar që për këtë gjë po bëhet dhe për shembull njerëz unë që e kam parë, e kam ndjekur më shumë për të shtyr atë gjysëorshin e darkës, se kam dashur të shpjelloj dhe nuk është se kam besuar vërtet që aty do ketë një dashuri që do lindi dhe do zhvillohet bukur. Kështu që personalisht sepse e kam ndjekur nuk mund ta konsideroj që kam pas një dashuri për personazhet aty. Nuk ndihem mirë dhe për këtë lloj bullizmi që po i bëhet tani mbrapa, mendoj që është një mekanizëm shumë i madh se si është bërë ai emisioni dhe se si gjithë kanë fajin e tyre, por që sigurisht nuk është mënyrë e duhur. Personazhet aty besoj kanë zgjedhur mënyrë më të shkurtër për të fituar popularitet duke përdorur këtë temën e love story dhe nuk ka për të shërbyer, domethënë publiku do marrë atë që do të marrë dhe në momentin që do hapi lëngun, se në rastin e këtyre do t'i bëjan follow dhe aq më keq do i kthehet shumë keq duke i bullizuar dhe duke i sharë, kështu që nuk do jetë fare e shëndetshme për ata. Preke disa gjëra shumë që vlejnë, po për t'i kthyer përgjigje pyetjes së Altea se si e përdorin dashurinë, unë mendoj që kur shef këto lloj serialesh apo ku diun programesh, ti ndihesh sikur mund të jesh ti Tea, ose mund të jesh ti Andi, ose mund të jesh ti Sajmiri në love story. Dhe ndjesh sikur po sikur të më doj dhe mua dikush ashtu. Dhe mendoj kjo ndjesia që dhe ti dikush mund të shohë me sytë e dashurisë, mund të zihet për ty, mund ku diun skenat e xhelozisë, mendoj kjo të tërheq, që ti shohësh këto lloj emisionesh dhe pastaj si rezultat tërheq audiencë, ata tërheqin pastaj sponsora e kështu me radhë. Dhe krijohet komplet ai mekanizmi i televizionit. Unë mendoj që televizioni ka një detyrim moral, nuk e di sa është detyrim real, po mendoj që është moral që shembujt që jep në lidhje me dashurinë apo me qytetarinë të jenë sa më të mirë zgjedhur. Dhe kur ndodh diçka që nuk ka vlerë, tregon anti-vlerë, mendoj që duhet bën një punë më të mirë për ta demaskuar anti-vlerën. Siç e shtyn pjesën që të marrim sa më shumë audiencë, të bëjmë sa më shumë klikime apo ku diun për një share apo për diçka që ka ndodhur, mendoj që i detyrohen publikut që t'i japin edhe pjesën ndoshta analizës që pse kjo gjë nuk duhet bërë, qoftë për shere, qoftë për shembuj dashurie si në rastin që folëm, që janë realisht shumë toksik dhe me bazë gënjeshtrën, që gënjeshtra nuk të çon askundi. Përkundrazi, siç e morën famën, gjithë të gjërat që kanë përfituar, mendoj që po i kthehen mbrapsht si bumerang edhe do jetë shumë e vështirë, mendoj që nuk do dëgjojmë për ta. Do dëgjojmë në aspekte jo të mira. Shpresoj që ata të jenë duke u kujdesur për shëndetin e tyre mendor, sepse bullizimi është diçka shumë e vështirë, të heq ty vlerën si person, sepse realisht mendoj që ka pasoja jo të mira.
Mund të japim këtu dhe një kështu mini mesazh të vogël, meqense doli nga tema e përputhen, unë mendoj që të gjithë njerëzit, sidomos këta të rinj, duhet të kenë shumë kujdes kur bëhen pjesë e këtyre programeve reality nëpër televizionet ndryshme. Produksionet e këtyre programeve kanë një qëllim që ta, siç e thotë vetë, ta monetizojnë dhe ta bëjnë sa më suksesshëm dhe nuk kanë si qëllim mirëqenien mendore apo imazhin e këtyre njerëzve. Kështu që përgjegjësia kryesore është çdo person në momentin që vendos të bëhet pjesë e këtyre programeve duke marrë parasysh që aty mund ndodhin gjëra shumë të këqija dhe është shpreha që çdo gjë do përdoret kundra teje. Domethënë duhet një përgjegjësi shumë e madhe e njerëzve në radhë parë që bëhen pjesë e këtyre, të ruajnë vetë imazhin e tyre dhe sipërpasoj pastaj edhe shëndetin mendor. Sigurisht, edhe unë mendoj që ne duhet kujdesemi në fillim për veten tonë edhe për të ardhmen tonë dhe mendoj se çdo lloj gjëje, çdo lloj veprimi dhe nëse je brenda këtij rrethi vicioz, duhet mirë menduar sepse ajo është një famë që nuk ka bazament të fortë edhe nuk është famë e menjëhershme që të vjen sot edhe të ikën nesër, kështu që duhen kalkuluar shumë mirë gjërat dhe nuk duhen bërë me inate ose me hakmarrje. E kuptoj shumë mirë që, domethënë, ndjesia dhe këto ndjenjat e dashurisë në një vit kaq të vështirë që njerëzit kanë pasur shumë pak kontakte fizike, shesin shumë kollaj sepse ne kemi nevojë që të gënjehemi në një farë mënyre, por jo në këtë lloj gjendje dhe nuk mendoj se është sepse dihet që televizioni është një gënjeshtër e madhe, por varet se si të serviret dhe nëse të serviret bukur dhe publiku e respekton atë gënjeshtër që të ofrohet ty. Por nuk mendoj se publiku është aq budalla, megjithse mund të ketë shumë njerëz në mendje lehtë, por prapë nuk mendoj se mundet t'ja hedhin kaq paq me këtë lloj gjëje, sepse në fund të fundit po luhet me ndjenja njerëzore, me ndjenja që njerëzit i kanë shumë të shenjta. Atëherë, tani, për ta përmbyllur dhe ju falenderoj vërtet vajza për mendimet tuaja, sepse ishin shumë të vlefshme dhe mendoj sikur shumë njerëz të ishin si puna juaj, bota do dukej shumë e bukur. Jonë thuaj, po çik mos u bëj kaq modeste. Shumë faleminderit. Atëherë, Aida, dua të filloj me ty, me që ti je e ftuar speciale për ne. Shpresojmë që të kemi edhe herë të tjera të ftuar. Dua që të pyes një gjë që të ka lumturuar gjatë kësaj jave, një gjë që ke mësuar gjatë kësaj jave dhe një gjë që nuk të ka pëlqyer aq shumë gjatë kësaj jave. Okej, po nis me gjën që kam mësuar. Kam mësuar dy gjëra dhe një mësova fal Megit, por nuk po e gjeja atë videon para sa ditësh që ta ribëja share të profilim. Kam mësuar që për njerëzit si puna ime që kanë probleme shumë të mëdha me kujdesin, gjumi është jetik. Unë kam një problem që më kap ajo ora nga 9 deri ke 12, filloj gënjej veten dhe harrohem. Dhe asnjëherë nuk e bëj të orarshin e plot, por që do filloj të mundohem tani që të bëj një gjumë sa më të shëndetshëm që të kemi një kujdes sa më të mirë. Sepse unë harroj, domethënë harroj gjërat më minimale dhe kjo gjë më streson. Gjëja e dytë që kam mësuar është të mësosh një gjë të re do shumë impenjim. Këto ka po merrem me frëngjishtën dhe jam gjithkohës duke dëgjuar podcaste, duke u munduar sa më shumë ta përvetsoj dhe është një rrugë shumë e gjatë që kam përpara. Çfarë më ka mërzitur është sepse njëri nga aplikimet e mia që kisha bërë për master, që ishte në Skotësi, më erdhi përgjigje dhe më thanë që nuk jam përzgjedhur, sepse për Shqipërinë kishte një mesatare më të lartë se ç'ata e kishin publikuar te websajti i tyre dhe se mesatarja ime, kështu që jam cut off dhe një gjë që më ka lumturuar nuk është se po më vjen një gjë konkrete në mendje tani, siç e thash, kam pas një javë shumë teknike, por që kjo biseda këtu ishte shumë positive vibes. Shumë faleminderit, edhe jam shumë e sigurt që gjëra edhe më të mira do vinë për ty edhe me këtë investimin që ti po bën ke vetja jote, kjo do të të hyjë shumë mirë në punën e ardhmen, sepse një gjuhë tepër është një portë shumë e madhe që të hapet ty. Ndërsa e një pyetje dhe ti Megi di shumë mirë, mund të ti përgjigjesh?
Përpara se ti përgjigjem, doja të thoja për punën e aplikimeve dhe kur nuk pranohemi, mua më duket sikur ajo ndihmon në energjinë që ti do kishe për të vendosur, sepse në këtë rast ta konservon, ti e di që te kjo gjëja nuk ja dole, edhe ikën ajo si mundësi. Ndërkohë ke bërë aplikime të tjera dhe s'ke nevojë ta mendosh. Se ndoshta përveç mesatarës, ti ndoshta si person, si personalitet mund të përshtatesh më mirë në një universitet tjetër ose në një kampus tjetër. Dhe këtë gjë ja kam mësuar vetes kur bëj shumë aplikime dhe diku s'pranohen, që them, ok, ndoshta s'jam unë e përshtatshme për atë vend, ato më kanë bërë nder në këtë formë, që nuk shkoj në një vend ku nuk do të ndihesha e vlerësuar. Megjithatë, Ma thonë shumë veta që ti atje nuk do ndjeshe mirë se unë ta njoh tipin dhe skocezët janë kështu, janë ashtu. Ndoshta, shpresoj. Ndoshta, iku ajo tani shohim përpara me aplikimet e tjera. Pastaj për të kthyer përgjigje pyetjes, ndërkohë që ne po flisnim, unë po përpiqesha të gjeja gjëra, po nuk është e gjeta ndonjë gjë specifike, kështu që duke folur do më dalim, po e lë mendjen. Një nga mënyrat më të mira, by the way, që mund të mendosh, është duke ecur, ose duke bërë një gjë tjetër. Në këtë rast duke folur, hapen ca zgabra dhe dalin kështu ndonjëherë gems. Besoj se ju ka ndodhur, po. Gjithsesi. Tani, diçka që kam mësuar këtë javë është që ne duhet ta marrim hapin. Domethënë, nëse kemi një ide, duhet që ta flasim dhe ta provojmë. Kam takuar njerëz këtë javë që kanë ide të bukura, kanë ide goxha të bukura, por i nxjerrin vetes 1 milion justifikime që mos ta bëjnë. Edhe gjëja që kam mësuar është që ti thjesht duhet ta bësh, se shumica e njerëzve, okay, shumica e njerëzve që i bëjnë gjërat janë ata njerëz që nuk e mendojnë shumë, thjesht e provojnë. Edhe del, edhe s'del. Dështimi është pjesë e procesit. Kështu që është shumë e rëndësishme që thjesht të provojmë. Edhe këtë po përpiqem t'ia them dhe vetes që thjesht provo. Diçka jo shumë e mirë që më ka ndodhur këtë javë, ka qenë kjo që siç thash, kisha një slump, një kështu rënje në energji, në motivim, dhe thjesht po më dukeshe kështu si tip ajo Groundhog Day, ku çdo ditë i ngjan tjetrës, dhe mendoj që ka pasur të bëj me faktin që nuk jam ushqyer shumë mirë, me faktin siç u thashë ngarkesës së janarit, dhe me faktin që nuk kam qenë aq shumë në kontakt me njerëzit që unë pëlqej. Kam qenë më shumë duke folur me njerëz për arsye pune ose diçka tjetër. Kështu që kjo sikur më ka thithur energjitë. Pastaj, diçka e bukur që më ka ndodhur, mendoj që ka qenë një takim që kisha përpara kësaj mbledhje, me një vajzë që është më e re se ne, është shumë e talentuar. Ajo kur ta dëgjoj këtë do ta di se kush është, por nuk po ja zbuloj identitetin. Dhe mendoj që kjo vajza mund të bëjë diçka shumë të mirë për të ndihmuar njerëzit në një mënyrë alternative nëpërmjet terapisë së artit. Shpresoj që fakti që unë po e them të manifestohet, na duhet Alba tani, që të ndodhi kjo terapia e artit, se gjithë kemi nevojë që të provojmë forma të ndryshme për të ndihmuar veten. Jo të gjithë na ndihmojnë ilaçet apo terapia në të folur, ka dhe mënyra të tjera alternative që mund të na ndihmojnë. Okay, Altea? Urojmë edhe ne që të ndodhi kjo gjëja, se sa më shumë gjëra të mira të ndodhin, aq më mirë është për të gjithë. Megjithëse nuk e di nëse Alba do ishte dakord për këtë manifestimin, me që Alba thotë që Merkuri është në retrograde, kështu që nuk e dim se ç'thon yjet për këtë gjë, por Alba është guruja jonë astrologjike. Unë do të filloj me diçka jo të mirë që më ka ndodhur, që faktikisht ishte ajo gjë që thashë të më përpara, kam qenë totalisht pa energji, jo e motivuar siç isha një javë më parë, dhe kjo mendova se do më rifuste prap në disa skuta të errta ku kam qenë edhe më përpara, por që sot, domethënë dje në darkë, domethënë filluan ingranazhet të punonin përsëri, kështu që e kuptova që është thjesht normale, është thjesht pjesë e jetës. Diçka që kam mësuar kanë qenë 2 gjëra të reja për të gatuar, sepse unë adoroj gatimin edhe kam mësuar të bëj tafkosi dhe dje bëra churros. Kështu që do të shumë mirë. Churros jo të skuqura, por të pjekura,
që të mos jenë pak më të shëndetshme se sa çurrat normale. Merr nga Kristina recetën e patlıxhanave të mbushur. Nuk e di nëse do të bëja patlıxhane të mbushur. Se unë i bëj çik më ndryshe nga Kristela. Për Kristela të përshëndesim, Altea nuk i pëlqen patlıxhanet e tua. Jo, thjesht është mënyra ime që i preferoj të gatuaj sipas gjës time. Nuk më pëlqen që të jem. Ndërsa gjëja që më ka bërë më të lumtur është që mbesa ime bërë 1 vjeç para disa ditësh edhe për këtë jam, do të thënë, më lumturoj ajo fakti që do të thënë ajo që më lumturon çdo ditë të vitit, gjatë këtij viti të fundit dhe qoftë zhvillimi i saj, çfarë do lloj gjëje të re që bën, më lumturon edhe më mbush zemrën plot. Kështu që kjo thjesht 1 vjetori ishte diçka shumë e vogël, por që ishte diçka shumë e bukur që megjithëse unë kam takuar fatkeqësisht prej pandemisë vetëm 1 herë, por gjithsesi ishte diçka për të festuar. Dhe kjo të dashur miq, është ajo dashuria që përshkrova unë në fillim, që nuk ka arsye, është Altea siç po i qeshin sy tani, është kështu shining. Po më domin jemi. Jo, Altea 1 vit është një kohë shumë, do të thënë se ti the që nuk është ndonjë gjë e madhe. Ajo ka jetuar 1 vit të tërë në këtë kohë, në këtë periudhë. Kështu që do jetë gjithmonë një fëmijë pandemie, që ka sjell pozitivitet edhe dashuri të mirë. Kështu që mendoj që ka shumë vlerë. Tu bëft edhe 100, mamit vetë. Shumë faleminderit. Po, edhe ty. E kam fjalën, nuk janë shumë vite të mëdha kohore, por që kur e krahason me gjithë dashurinë që na jep të gjithëve ne familjarëve të saj, është shumë e madhe dhe me shumë vlerë. Kështu që ne do e mbyllim këtu. Ju falenderoj shumë vajza për këtë bisedë kaq të mirë që për mua më dha shumë energji të mira që të vazhdoj ditën edhe të bëj shumë gjëra. Uroj edhe për ju të ketë qenë e këndshme. Edhe unë mora shumë vaj pozitive. Marr gjithmonë kur bëjmë këto takimet tona, domethënë dhe me game show edhe këtu, kështu që do marr pjesë më shpesh. Po, reklam. Game show edhe mbledhjet që bëjmë, edhe publicitet. Që flasim deri vonë me Elirin, me gocat e tjera, mendoj që na kanë ndihmuar shumë, na kanë dhënë shumë energji që vazhdojmë edhe me jetën tonë normale. Kështu që shihemi javës tjetër. Mirupafshim. Mirupafshim.